Pa ju konë dikon rreth 3.000 euro paga, po përveç këtyne që i kena pas paga mujore, na kena pas edhe, si me thonë, pare cash gjatë udhëtimeve në shtetet ndryshme. Për shembull, nëse mu më ka ra me flajt me një shtet tjetër jashtë Kuvajtit, momentin që kena marrë qelsin e dhomës të hotelit, neve na kanë jep edhe pare cash në zarf për nevoja tua personale. E për 24 orë, ato pare edhe kanë mjaftu për mu edhe me shku me vizitu në ashta një qytet tjetër, ose me bo shopping, ose me shku me hongër mirë dikon. Dhe me thonë kam mjaftu qatë shumë që në ashta dhe ka njerë se ke pa rogën hitë se su kam vytë se shumicën e kohës jim konë në udhëtime. Po, qështë e përshkru në rolin e stewardesës? Është ashtu si që ke thënë me të pagu për me udhëtu? Është shumë e vërtet, në thamë kjo bashkë është me të pagu me udhëtu, se te udhëton pa pare, dhe me thonë krejta shpenzimet i kitë pagu me, hotelet ma të mira i kitë pagu me, paga e mirë, dhe me thonë veç aje person që te shijon punën që e bon, se nuk është kjo punë për gjithë kanë. Këm pas shoqet Kosovës që kena shku njëtën kohë, po me kalimin e kohës ato ka ndash me lion punën se nuk ju ka pëlqy. Se është shumë punë që ki ndryshime drastike që thojnë, ki ndryshimin e kohës, motit, ki ndryshime të orëve, diku në ditë, diku nati, dosh mu adaptu me krejt këto ndryshime që nashta është shumë për një person që nuk e ka shumë qef që të jetën dinamike. Po për mu, unë e du adrenalin, ta është kohës fundin Kosovë që nuk jam, e shkëm një fjallë, thëmë jëm të gëzu për momentin, nuk jam të fluturu, e dy qysh me kom shumë shtirë, mu adaptu me jetën qështë normale, me pas një punë normale, jëmë su në atë dinamikën qelore. Po. Gjatë kohës që përta dërzoj unë eksin, sepse ka fillu me kërku rehatin të ande. Baje afer, njët ma rehat. Po ta parashtroj edhe një pyetje, cilat janë 3 kriteret kryesore që do të me i pas një stewardese e suksesshme? Kriteri parë është gjatësia. Gjatësia? Se po fluturojnë kimët. Kriteri parë është gjatësia, do me thonë si cila femën që vendosë me shku për stewardese, do të me ditë a është at least 1,60 m e gjatë, edhe kur të qodë në gishta, mi mrit 2,10 m nalt për me mbyll ato overhead bin, kur futën valigjet e pasagjera. Tani ka shumë rëndësi personaliteti edhe gjua angleze. Dhe më thonë pa gjua angleze nuk mënë është kur gjo me bo, se te edhe trajnimet i kinë gjua angleze, punon me nacionalitetet ndryshme, ralla të këtë nga 5 shqiptarit Kosovës i nga konas nuk nga kanë ra fluturimet bashkë, dhe me thonë gjua angleze është numër 1, dhe me thonë kriteri kryesor. Kriteri kryesor. Po cili ka qenë një prej rasteve ma të pështira që të ka ndodhë gjatë fluturimeve me aeroplan? Po raste valoj ka pas platë, se dyqysh ko mu thu shumë shtete edhe gjdo ditë u ko një fluturim i ri, një ditë e re, një ndodhi. Po dyqysh... A mundesh me nga specifiku ndë një rast që është ma i rëndë? Këtë që jem përbal edhe me lindjen e pasagjeras në fluturim, po edhe me vdekjen e pasagjerit në fluturim, kështu që jem konë të amon ato 2 ekstremët. Po ka pas raste tjera, sidomos raste kur ka pasagjerat smut me asma, ose dikush përjeton tension të lartë gjakut, ose panic attack, ato krejt janë dyqysh dosh me ditë shumë gjindë dhe është këgja sfiduse për... Po si menagjohet në këtë rast, për shambull, lindja e pasagjerës në aeroplan? Sa ka qenë stresuse për ty? Faktikisht i përmban ato first aid që i thiren ato boksa që i kanë me të mjekësis, që i keme edhe trajnime që i kena kry, ato i përmban janë senet mjaftueshme që ti mundesh edhe me kry një lindje në aeroplan. Edhe na trajnome edhe për atë punë. Bile kur fillimisht, kur e këmbo trajnimin për ndim të shpejt, edhe e kena diskutu këtë temë edhe qysh me reagu, njerë më ka çudi se këmë thonë pse. Po faktikisht ka shumë femna që nuk të regojnë drejt që janë shtatzane, sidomos mas mujit shtatzanis që e kanë dalu me udhëtu, ose dikojnë edhe nuk ju do këtë barku shumë, nuk janë shumë të fryme, edhe këta japin një certifikat falc, po ka ndodhë edhe ajo, edhe plus ndodhë, si cilën kompani tash vonë e lexova që në Turkish Airlines kishë ndodhë një lindje, edhe thash okej, thash po dyqysh unë për veti e kom pas pak fështirë me marrë pjesë edhe nuk i ka pas as një vjetë që kom fillu punën, edhe pak ma stresuse për ty. Edhe kom pas kolegë shumë ma me përvoj se onë, kështu që kom thonë ma mirë jo se onë, se nëse mundet me deviju lindja, mundet mos më koni lindje normale, po nësi rastet e lajmëron gjithmonë pilotat edhe kërkot aeroporti ma i afërt për mundale dhe me kry ndimën e shpejt mjekt profesional që janë.